Fushata elektorale nuk ka hyrë në kulmin e saj, pasi zyrtarisht ajo nis një muaj para 11 majit, por edhe tani mund të konfigurohen në vija të trasha grupet politike që kanë në duar apo do të mbajnë peshën politike në fushat. Natyrisht në këtë sistem piramidal drejtimi nuk kemi vetëm një one man show, sidomos duke pasur parasysh edhe modelin që përhap Edi Rama edhe në pjesën tjetër politike. Megjithatë, një opozit që kërkon të jap një model ndryshe dhe alternativ nuk ka gjë të keqe që ta sfidojë edhe Edi Ramën në stilin e tij të protagonizmit. Thënë kjo, Rama edhe pse është thuajse një one man show në politikën e mazhorancës, prej javësh tashmë kryeministri arrin një frenezi takimesh të dendura nga jugu në veri. Takime ku edhe pse është aktori kryesor ka një interaktivitet zërash dhe opinionesh mjaft të dendura të cilat e rrisin sadopak diversitetin e një fushate, ku mungojnë figurat e nivelit të dytë, që megjithatë janë ose ministra ose kryebashkiak, pasi mazhoranca ka kontrollin gjeografik të pushtetit ekzekutiv në të gjitha nivelet. Ndërkaq që opozita nga ana e saj ka të gjitha mundësitë për të dhënë një model të ndryshëm, duke zgjeruar zërat e përfaqësimit të saj politik, ku përveç zërave të liderëve duhet të dukeshin apo të elaboronin tezat e tyre profesionistë në profesione të ndryshme për të folur mbi programin. Gjatë ditës së sotme, Sali Berisha, kreu i opozitës, foli mbi programin e shëndetësisë, por nuk ishte asnjë mjek apo profesionist tjetër që të diskutonte, apo një town hall ku së paku të dëgjohen grupet e interesit. Kjo në fakt nuk ndodh vetëm te partia e Berishës, por edhe partitë e tjera që nga bashat e ato të voglat nuk dëgjon një zë të ndryshëm numri 2 apo numri 3. Në shesh janë vetëm figurat kryesore që kanë krijuar një kakofoni PR-i gjatë gjithë fushatës. Nga ana tjetër bie në sy një zbehje e rolit grupit parlamentar që iku nga PD-ja e Lulzim Bashës dhe u bashkua Berishës, duke u bërë edhe një shkas për dhënien e vulës. Dy emrat më të njohur të atij grupi, Gazmend Bardhi dhe Agron Gjekmarka, ishin nga më të zëshmit në debatin publik, ndërsa sot nuk i shikojmë jo vetëm në aktivitetet që Berisha zhvillon në Seli, por edhe në takimet në diasporë ku i vetmi zë ndryshe që del në publik është Flamur Noka. Nuk duket se është një dëshirë e tyre, por një vullnet i Berishës, i cili po i lë siç duket në hije, siç bëri edhe me të ashtu quajturat primare, si Bardhi, Gjekmarka apo edhe Tabaku në faqet e tyre në rrjetet sociale, merren kryesisht me takimet e tyre në zonat elektorale dhe jo në debatin e nivelit kombëtar.